Territori shqiptar për datën 10 nëntor do të ndikohet nga masa ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me mot të vranë dhe reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja do të sjellë reshje të her pas hershme me intensitet mesatar, ndërsa në zonat jugore dhe perëndimore priten stuhi lokale dhe reshje të dendura. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 19 gradë Celsius në disa zona të ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë deri në 2 orë diell në pjesë të izoluara, kryesisht në lindje. Era do të frymë mesatare deri e fortë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 5 deri në 8 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit mund të arrijë edhe mbi 9 metra për sekond. Deti do të jetë i trazuar me dallgëzim nga 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 10 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 10 nëntor do të jetë në orën 6:16, ndërsa perëndimi në orën 16:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 15 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 15 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 14 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 17 gradë Celsius. Bera, 13 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 8 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 15 deri në 18 gradë Celsius.